ta kemi, do të thënë, kësaj radhe do sjellim edhe një metodë të re Access Bar që ka të bëjë me 32 pika në kokën tonë që mundet ta bëj akoma dhe një fëmijë. Edhe është e lejuar që edhe fëmija 6-7 vjeç, domethënë që të di vetëm me mënyrën si mund të ta përdori, nuk e kam tani këtu, pas e kam jashtë. Do kemi tabelën përpara dhe në bazë të asaj do t'ju ndihmoj, do t'i shkoni, do t'i jepni dhe terapi njëri tjetrit dhe nuk është nevojë aty në thellësi, atje me atë metodë është e vetmja metodë që përdor që duhet të bëhet nga afër. Atë që bën ajo metodë është liron stresin, ankthin, të gjitha ato mendimet e gabuara, traumat të vjetra, të kësaj jete, të jetëve të mëparë, ato që kemi të regjistruar këtu në koka dhe nuk e lejojmë veten që të jetojmë në gëzim dhe në lumturi, frikra të ndryshme dhe na bën ripëritjen të gjërave të reja në vend të gjërave të vjetra, gjithmonë do zvendësojmë se për herë kur punojmë me traumat, me frikrat, gjithmonë një gjë që heqim duhet të vëmë diçka tjetër. Për shembull, kur një lule është tharë, e heqim atë dhe të vëmë një lule të re. Kështu punon edhe në ndërgjegja jonë, mendimet tona, gjithçka duhet të, do të thënë punën që bëjmë, duhet ta zvendësojmë me diçka të bukur. Sepse në qoftë se, edhe në qoftë se keni vënë re, edhe në qoftë se ju që keni punuar në thellësi, po prap ju flas me përvojën time, kur arri heq një program që e kam patur shumë kohë me vete, është që në qoftë se nuk e zvendëson me diçka të re, ai vendi atje ngelet bosh. Dhe pastaj çfarë bën në ndërgjegja? Vetë kërkon prap të njëjtën gjë, ta sjellë, ose e ndihet në mungesë dhe ndihet tamam sikur të ka vdekur një njeri. Do të thënë, ndihet shpirti jot, akoma dhe atë flipsin, si i thonë në shqip, mërzitjen e tepër të dërshpërimin, trishtimin, në qoftë se e largojmë prap, në qoftë se zvendësojmë me gëzimin, për shembull, me një emocion pozitiv, me diçka tjetër, nuk do të thënë ndjejmë vendin bosh dhe prapë e kërkojmë. Prandaj të keni kujdes në mënyrën kur punoni me veten, kur punojmë bashkë, nuk e di punoni në vend tjetër, që duhet të bëhet puna në rregull. Tani, këto ditë më shikoni sa vjen edhe flas vetëm për gratë, për fëmijët dhe këto do organizojmë tham nga afër në Shqipëri, në datën 23, 24, 25, por për të gjitha ata se pata disa kërkesa dhe nga njerëz që jetojnë dhe jashtë shtetit, do të thënë neve duam ta bëjmë, po me çfarë mënyre mund ta bëjmë, ju dash mundësinë dhe e kisha lënë në datën 1, 2, jo 2, 3, nuk mbaj mend tani, 2, 3, por disa persona prap të tjerë nuk mundeshin se janë të ikur për shembull për një majnë, edhe më kërkuan që ta ndronja prap dhe ndrova dhe e lash në datën 5 edhe 6, do të thënë 2 ditë trajnimi që do jetë, që do bëhen të njëjta gjëra përveç metodës që thashë të Access Bar që është nga afër, nuk mund ta bëjmë këtu. Pra është një dhuratë më tepër që e kam vënë për këtë trajnim, edhe dua që ta sjell kësaj radhe edhe në Shqipëri. Të tjera të gjitha do të bëhen. Çfarë do arrijmë dhe një pjesë të kësaj do ta shikoni dhe sot. Koha, dhe siç kam thënë, kush e ka marrë agjentën magjike, ka filluar në 2025-ën deri në 2030-ën do të arrijmë balancimin, harmoninë brenda nesh. Kush është balancimi dhe harmonia brenda nesh? Është gjinia femërore dhe gjinia maskullore. Çdo person, pa përjashtim, kemi gjinin femërore dhe maskullore, siç e kemi thënë. Por shpirtrat disa erdhën të bëhen burra dhe disa erdhën të bëhen gra. Ai që është mashkull do ketë më lart dhe duhet të punojë, juve dy meshkuj që e kemi në grup, duhet të punojë dhe të jetë më tepër afër gjinisë maskullore.
por në të njëjtën kohë nuk mund të shkoni përpara në qoftë se ju nuk respektoni gjinin femrore brenda jush. Edhe të vini në harmoni me atë. Çdo të thotë kjo, në radhë të parë, se gjinia femrore është mamaja juaj, gjinia maskullore është babai juaj. Doni s'doni, ato dy gjini të brenda janë brenda jush. Sepse ato ju kanë krijuar, do të thënë spermatozoarja dhe vezorja. Kur lindet një fëmijë, lindet vetëm me dritën që është në shtylla kurrizore, vetëm ajo është tona. Personat që nuk arrin të punojnë me gjinin femrore dhe maskullore brenda tyre, me 50% të mamas dhe të babait, do të thënë të largojnë të gjitha mentalitetet, programet e tyre, që nuk janë vetëm të tyre, por na ndikon shumë mentaliteti kolektiv, social, shoqëror. Pavarësisht se akoma dhe unë që bëj terapi të përditshme dhe që mbyll energjinë time dhe kam kujdes që të mos marr energjitë të tjerëve, pa dashje ato energji na hynë. Pse na hynë? Sepse ne jemi një, jemi energji dhe mendojeni kur jemi çdo person nga ne, bubulithret e vogla ose një pikë uji. Ajo pikat e ujit na bëjnë atë liçeni, na bëjnë lumi, na bëjnë oqeanin, të gjithë njerëzimi si energji na bën atë oqeanin. Në qoftë se neve nuk jemi mirë të gjithë njëri me tjetrin, dhe në qoftë se një person tjetër akoma dhe në Amerikë të mos jetë mirë, ose një shtet një ashtu, ato na vinë dhe ne. Këto nuk mund t'i largojmë, mund të bëjmë mbylljen e energjisë, të shikojmë që nuk është tona, dhe ju kam dhënë shumë ushtrime, kurse ka marrë agjentë magjike, mund t'i marrë që të bëjë dhe mbrojtjen e energjisë, të pastrojë energjitë nga të tjerë, se nuk e dim nga na vinë. Në të njëjtën kohë, ne kemi 3 trupa, që në analizën e artës, ne i kemi, po është një diçka më vete ajo, që mund të ta bëjmë në një trajnim tjetër, që kemi trupin emocional, trupin fizik, edhe trupin shpirtëror. 3 trupa që i njohim, dhe astral, si që themi. Por në të njëjtën kohë, ne jetojmë dhe në dimensione dhe në parallela universe. Do të thënë, dhe në të njëjtën kohë mund të jetojmë në një kohësisht, ka shumë persona dhe një nga të personat jam dhe unë, në 13 trupa dhe në 13 universe paralela, të paralel. Çdo të thotë kjo, a e keni vënë do njerë që jeni këtu dhe mendjen e keni në vend tjetër. Ose mund t'ju vi një kujtim që se dini ku e ke kujtuar, ose ju përsëritet diçka. Kjo do të thotë që ju në të njëjtën kohë jetoni këtu, por në të njëjtën kohë krijoni dhe diçka tjetër në një univers tjetër. Është pak e vështirë, ose besoj se e kuptoni se merreni këto kohë, merremi bashkë dhe i shikoni, se gjërat e reja ju them për herë. Por duhet kur bëjmë pastrimin e energjive, akoma dhe unë do të thënë këto janë tot e fundit, duhet të themi që të bëhet pastrimi që në të 3, po në 13 trupat tonë. Do të thënë, në të njëjtën kohë, neve krijojmë, sepse nuk ka kohë për universin. Ne e përjetojmë sikur është si vjetë motë dhe kemi vënë vitet, kemi vënë orën. S'kemi nevojë as për orës, për të gjitha gjërat janë bërë në të njëjtën mënyrë, por ne i përjetojmë kështu. Por në të njëjtën kohë ne mund të ndryshojmë diçka në një univers tjetër paralel. Për shumë, në një univers tjetër me Rita tani, bën diçka tjetër, atë që do bëj nesër. Në një univers tjetër, bën atë që ka bërë dje. Do të thënë. Dhe po 3 trupat më të rëndësishëm janë këta që ju thash: shpirtërori, emocionali dhe fiziku. Dhe neve, prap kjo do bëhet do një trajnim më vonë të pasqyrave, se jemi pasqyrë këtu, me universin, pasqyrojmë njëri tjetrin,
dhe ndaj njerëzit përballë tanë janë pas qyra tona. Çfarë nuk më pëlqen mua? Çfarë kam ardhur unë që ta mësoj, të bëj karmën, të bëj gjithçka që dua të bëj, e shikoj te një personi tjetër, por unë duhet ta kem vëmendjen që të shikoj që çfarë më nevrikos ai personi, çfarë nuk më pëlqen është timja dhe unë duhet ta liroj. Sa më shpejt ta shikojmë, aq më shpejt do bëni mësimet tuaja. Dhe këto janë, thash, disa gjëra të reja që i dëgjoj dhe nga një që bën hipnozë të thellë, dhe është shumë lartë si terapiste dhe ajo, gjërat më të larta. Kur vjen shpirti këtu në tokë, thjesht është sikur të vejnë atë gjiperen të shiringën me programe, të gjitha të programat të kontratën që kemi shkruar atje lartë. Shpirti e di një të vërtetës si dritë dhe është dritë dhe pa përjashtim të gjithë personat, i mirë i keq është sjell mirë, sjell keq, ka vrarë, ka prerë, çfarëdo që bën këtu në tokë, si shpirt është dritë. Prandaj ne duhet të arrijmë të mos kritikojmë asnjë jashtë, sepse është dritë si ne, por ta shikojmë që kritikën që bëjmë tek tjetri, është pjesa jonë, jemi ne. Është pak e vështirë ti fusni, do t'ju them që sa të mundeni të kuptojnë dhe të hapet ajo në ndërgjegja juaj, mirë mbrëmën. Por mos harroni që çdo ditë, sikur të heqim nga një gjë të vogël nga ndërgjegja dhe ta sjellim në ndërgjegje, të ndërgjegjësohemi, aq më mirë për ne, aq më mirë për shoqërinë, aq më mirë për të gjithë njerëzimin. Prandaj na leverdis të gjithëve bashkë, edhe ne që vim këtu, edhe personat që akoma nuk janë gati të na ndjekin, të na besojnë, të na shikojnë, vetëm me ndryshimin tuaj që keni në vetvete dhe në njerëzit që jetoni, do t'i bëni njerëzit që të thonë çfarë bën diçka ndryshe, që ti ke ndryshuar dhe mënyrën që nuk kundërviresh, siç kundërvireshe, nuk qanë siç qanje. Prandaj të gjitha do na ndihmojnë. Për këto dhe këto ditë të fundit, dua të them dhe për gjinin femrore tani, që pse ka filluar të punoj me femrat. Një është misioni im. Në mision kam ardhur ndërmjet përvojës time, vuajtjet e mia, si femër, t'i kthej në forcë dhe në terapi për brezat e paraardhësve mbrapa dhe për ta shpërndar këtë dritë dhe në njerëz të tjerë. Dhe thash, nuk jam lindur kot në 8 mars dhe nuk e kam emrin kot Merita. Para ca ditëve kam bërë një video dhe ju thash pyesni nenat tuaja kush ja ka vënë emrin, pse o ka vënë, do të thënë sepse fshihet diçka e madhe dhe mbas emrit. Kurse për përgjigjet që keni marrë kur t'i merrni, kush do jetë në trajnimin e datës 5-6 këtu me Zoomin, dhe kush do jetë nga afër do t'i merrni atje përgjigjet dhe do t'i punojmë që të arrini të i largoni. Sot dua t'ju dëgjoj juve para se të bëjmë pastaj ato që kemi për të bërë. Ju kam përgatitur një meditim të fortë që të arrini të largohet ajo çdo gjë e bllokuar nga ju, të besoni në vete. Po flas më tepër për femrat, sepse femra do jetë ajo që do bëjë ndryshimin në tokë, sepse ka fuqinë më të madhe, sepse është ajo prodhuesja, ajo pjellorja, ajo që bën shumë gjëra, kurse burrat janë mësuar, janë shumë më të fortë nga ne, në anën fizike, në të gjitha anët, por një mashkull nuk mund të bëj 100 punë siç bëjmë ne, njerësh. Do të thënë, ndryshe është mendja e mashkullit, ndryshe është mendja e femrës. Por dua të them që fitimi dhe çdo gjë është kur gjinia femërore do pranoj gjinin mashkullore. Dhe në të kundërt, meshkujt të pranojnë, të respektojnë femrat. Dhe mbi të gjitha, me çfarë mënyre? Me komunikim. Sepse duke thërritur, duke u shqetësuar dhe duke thërritur,
nuk mund ta gjesh të vërtetën dhe nuk mund të gjesh të drejtën asnjëherë. Dhe ja u jap me firme me vull nga ana ime. Kur filloj të sillen tjetërsoj dhe atë që më shqetëson e them dhe shprehem që kështu ndihem, e tani kam filluar po më thon jam bërë intrigante, sepse isha mësuar që çfarë ishte e thosha bamb, edhe mërzitesha, edhe ziresha, edhe nuk arrinja të fitoj një gjë. Tani jam intrigante, po s'ka që më pëlqen dhe intrigante. Tani jam kam hyrë në gjinin femrore, sepse deri tani më tepër ka patur më lartë gjinin maskullore. Pse ama me kam patur? Edhe këtë nuk po e them për veten time, e them dhe për ju. Çfarë ju them? Shikojeni tek vetja juaj ku jeni. Kur punon një femër më tepër se ç'duhet dhe sjell çdo gjë në shtëpi, dhe ajo mban shtëpinë, ajo bën esapet e lekëve, i dolën si dolën, i heq të gjitha hallet vetë, burri ka vetëm një punë, vetëm në punë të vjen, dhe nuk e di se çfarë vuan ti, ai pagove drita tuaj, atë del për të ngrënë, për të pirë, për rroba, për sebepe, për gjëra të tjera. Si komunikon ato gjëra, po ti i bën, në të njëjtën kohë do të tregosh sa e fuqishme je, në të njëjtën kohë ai nuk merr atë e fthinizois, domethënë ngarkesën e tij që duhet të marr dhe nxjerr jashtë. Në të njëjtën kohë meshkujt janë bërë që ata duan të japin në femra, të japin në familje. Dihen të pavlefshëm në qoftë se ka një femër të fortë, që ajo sill më tepër lek në shtëpi, ajo bën më tepër se ai. Dhe në këtë mënyrë çfarë bën këta meshkujt? Vjen pastaj edhe ti kur i bën të gjitha këto punë, të gjitha këto gjëra, nuk do kesh kohë dhe për veten tënde. Nuk do merresh të rregullosh veten, nuk do merresh ti thuash burrit a u lodhe as u lodhe. Dhe çfarë do grindesh, do ankohesh, se kërkon vëmendje, e vëmendje nuk do ta gjesh, dhe në të njëjtën kohë ai mashkull nuk do të merret të shikoj ty, edhe vetë shikon një femër tjetër që e vlerëson në një farë mënyrë veten më tepër, dhe di dhe të lyhet dhe të bëhet dhe të vishet dhe të qeshit, sepse në qoftë se s'ke fortunë në kokë, tërmete në kokë, më dolën, më vlerësuan, s'më vlerësuan, do shikosh veten. Qoftë ti do ta bësh mendjen atje, nuk do të kesh oreks as për në darkë, as të përkëdheli, as ta përkëdhelësh. Do thënë, shkon atje. Do fleshem zëmëruar, do ngrihesh e zëmëruar. Ose do ta qepësh gojën të nuk do flasësh, t'ja plotësosh dëshirën ti mos ja prishësh atë, pa kënaqur shpirtin tënd, veten tënde dhe pa thënë atë nevojën tënde. Cilësi i lumturisë është që të arrijmë këto aman, duhet të punojmë këto që do themi sot, të punojmë traumat tona, frikrat tona, të gjitha ato që na shqetësojnë, që nuk janë tonat, sepse jemi përkushtuar tek prindrit tanë, dhe më tepër ne femrat te mamat tona të gjyshet edhe 14 preza mbrapa. Përveç se çfarë kemi sjellë nga një festë tjetër, nga jetët e tjera. Por në të njëjtën kohë dua t'ju them që të gjitha këto janë një lojë, një teatr, quajeni vetë sikur luani një rol. Dhe nuk duhet i marrim seriozisht. Vetë se duhet të kemi vëmendjen që pse po më ndodh kjo dhe çfarë mësoj unë brapa kësaj sjellje që e shikoj, e dëgjoj çdo gjë. Unë edhe sot duke bërë atë ca video, duke ecur, më ndodhi diçka, e kuptova pse më ndodhi. Ku e kam unë? Kush e ka këtë? Dhe një ushtrim i vogël që mund t'ju dash, kam thënë dhe në video sot, se dia doli në YouTube, një dorë në zemër, të majtën dhe të djatën tek barku. Pse te zemra dhe tek barku? Po të kishim dhe një të tretë, do ishte dhe këtu në kokat kishim një, sepse dhe kjo i bën të gjitha avazet, se na mendohet shumë, prandaj duhet ta nxjerrim jashtë, se mos kur të bëjmë dhe meditimin, se na turbullon kot, na shpije në vende të tjera. Dora e në zemër lidhu me zemrën tënde, me shpirtin tënd.
në barku janë të tëra ndjenjat dhe emocionet dhe frikrat tona. Çakra e dytë dhe e tretë. Kur janë të bllokuara këto çakrat e dytë dhe e tretë dhe të na vijë energjia nga toka, nuk mund të kaloj tek zemra. Edhe kur energjia nuk kalon në zemër, nuk mund të hapet asgjë. As bollek nuk mund të kemi, as gëzim, as lumturi. Zemra është organi kryesor dhe që është si magnet, elektromagnet që lëshon energji. E keni vënë re kur jeni të gëzuara, mos kur jeni mirë me burrat, juve gratë, po ju them. Dhe kur jeni pushtuar si mirë, ju hapet çakra e dytë. Shikojeni verën e reja të ditë që jeni më të gëzuara, më të qeshura. Diçka me punë me ato ju vete më mirë, akoma dhe për punë e lekëve dhe të gjithave. Sepse kalon energjia që nga toka te çakra e parë që është mbi jetesës e jetës këtu në tokë, shkon te çakra e dytë e pjellorisë, e krijesës. Punon truri më tepër atje kur kalon. Nga e dyta kalon te e treta që janë frikrat. Kur kemi energji të mirë, nuk kemi frikë. Edhe frikrat nuk janë të vërteta. Tash të gjitha këto janë një teatr që na i kanë ngulitur me shiringën në kokë dhe u bëm dhe hym në ky trup dhe luajmë rolet. Po ja jap të gjitha këto në pjatë, siç janë gjendje. Kur kalon nga çakra e tretë, vjen tek e katërt e zemra. Atëre shikojmë që zemra fillon të hapet. Shqipëria, pa përjashtim dhe këtu në Greqi dhe ku kam punuar me vende të tjera, ka probleme me zemrën. Shqipëria e ka një më tepër. Pse? U rritëm edhe pararsit, me frikra, me luftra, me varfëri, me robëri, sklavëri, nga turqit dhe nga të gjithë. Por neve u rritëm me frikra, çuna dhe vajza, po më tepër dhe neve vajzat, me babalar, narkistë dhe nena që kishin frikë dhe ne nuk dinim të merrim kë rol të merrim. Dhe erdhëm ne tani që t'i lirojmë këto. Deri tani ishin okay. Dhe bravo ju qoftë, bën sakrifica, mbajtën familjen, i bën të gjitha. Por ne nuk mund të vazhdojmë me në këtë rrugë. Prandaj ne erdhëm të zbërthejmë ato zinxhirët nga të gjitha këto dhe të kërkojmë paqe, sepse kur unë respektoj gjinin femërore që jam, pjellurinë, atë zgjuarsinë, gjithçka që jam, nuk bëjmë brapa. Nuk do bëj dhe luftë të ta zgjedh, se çfarë po bëjmë tani femrat e po vriten e po priten. Arritën që dhe në punë të shkojnë në parë në biznes, të nxjerrim lekët tona dhe të shuajmë atë burrërinë. Dhe çfarë bëjnë burrat, sepse nga natyra ju e shtenë që ju jeni të fortët, ju jeni kryetarët e familjes, ju jeni, dhe ata tani, jo, edhe një person, si këta dy që kemi këtu Andonin edhe mentorin, janë shumë të butë në shpirt, por ata duan të bëjnë të fortin, se edhe si kur të duan ata të bëjnë të butin në shtëpi me tynë, për jashta, po t'jenë me disa shokë që janë luajnë bosin, duhet të bëjnë të fortin atje, sepse do t'i talin. Edhe po të dalin, për shembull, me gruan edhe t'i sillen mirë në sy të atyre bosave, do t'a quajnë për ulje dhe do sillen gjoja tjetër soi. Është kolektivi e shoqëria që i detyron dhe disa meshkuj që kanë zemër të mirë dhe të butë, ata vuajnë në atë që kanë zgjedhur të jenë meshkuj. Ndaj këtu, siç kam thënë dhe në video dhe këtyre dy burrave këtu, ju themi që ju duhet të respektoni ndjenjat tuaja, energjinë tuaj, dhe forca e një mashkulli është kur shprehet dhe shpreh emocionet dhe ndjenjat e tij. Dhe frikrat s'ka gjë, sepse jemi njerëz mbi të gjithë dhe të gjithë na është futur një shiringë në kokë me ato programe që duhet të luajmë këtu në tokë. Nuk është nevoja të fshihemi mbrapa gishtit, nuk fshihemi dot.
Se jo duken këto deri tani. Dhe kush do të flasi pak tani si e shikon jetën e saj si femër dhe ju meshkujt se na pëlqen shumë të na shprehni dhe ju mendimet tuaja, ose dikush nga ju kush ka zbuluar kujt i ngjan, nenës apo babai, ku jeni të përkushtuar, në cilat travma, në cilat sjellje, edhe në qoftë se si kujtohen, mendoni dhe në darkën, në mëngjes, ku i ngjani juve? Ku doni ju të bëni diçka ndryshe dhe e bëni prapë si ata, pavarësisht dhe para unë që me maman time vinja kondra edhe të gjitha i bëra si mamaja ime. Akoma dhe burat që i sillnja në jetë, i sillnja t'i ngjanin babait tim. Pse? Për kushtimi tek mamaja. Shiko më sa shumë të dua, jam edhe unë si ty, vuaj dhe unë si ty, po unë kërcënohesha, unë sillsha me agresivitet, sepse nuk, do të thënë janë dy kundërshtime. Dhe e donja, dhe isha bërë si ajo t'i tregonja dashurin, dhe e urrejnja si femër që rrinte në rolin e viktimës. Dhe kur e pyeta një radhë që pse nuk ikën, ku të vete me 3 fëmijë, kush do më marri me mua. Shikojnë juve në çfarë pozicione keni qenë, jeni akoma që sa ju ka ardhur majtë undës edhe nuk bëni një veprim, edhe keni frikë për shembull t'i thoni burrit që o partnerit deri këtu, se unë jam deri këtu. Edhe sa herë keni zëm vetën që doni t'ikni, po s'ikni dot, për sytë e botës, çfarë do thonë të tjerët, pa ku do rish, po do mbetesh vetëm, po do jesh rrugaçe, po do jesh kështu, ashtu. Edhe ju meshkuj. A mundet të shkoj jeta duke ndenjtur me një person me sherr me shamat, edhe duke mos u shprehur të vërtetën? Nuk ju them të ndaheni, dhe zgjidhja nuk është ndarja. Zgjidhja është komunikimi i nevojave tona. Unë si femër kam këtë nevojë. Unë si femër më mërzit kur ti nuk më shikon. Sot në video tjetër ju bëra atë. Kur e keni parë veten që burri juaj, që keni dhe fëmijë, keni kaq vite, keni bërë sakrifica, nuk merr fjalën tuaj, nuk merr anën tuaj ku bëhet një sherr në një vend tjetër, nuk të shikon akoma dhe në sy, po nuk të shikon dhe dukesh e padukshme kur ti ke një nevojë tjetër dhe ai vazhdon i thot telefonat dhe gjen punë në tër shokët e shoqet, edhe ti je aty përballë dhe nuk të shikon. Nuk t'i jep kohën, nuk t'i jep respektin. Pse? Ti shpreja mendimin tënd. Shumë herë nuk e bëjnë kastile. Shumë herë ata largohen nga ajo lidhja që do të bëjnë me ty, sepse nuk mund të lidhet shpirti me ty. Kanë frikën e lidhjes, pavarësisht se jeni dhe me fëmijë. Sepse po të lidhen, mund të jetë prapë të një program në paraardhësit, dashuria është dhimbje. Si thonë në Shqipëri, ajo që do të rre programe, do thënë burri të do, po edhe të rre. Disa të tjerë thonë, e di çfarë do gruaja, dru edhe gjëra të tjera. To janë programet që janë të shoqërisë. Edhe, cup, i marrim. Janë atje, i marrim, futim, i bëjmë tonat. Edhe çuni, kur dëgjon baba në gjyshin, që nuk respekton, nuk bën gruan, edhe ai ashtu do ta bëj. Edhe ndaj thashë që kësaj radhe dua të vinë dhe burrat dhe me çunat, po më tepër dhe mamat, sepse ne duhet të mësojmë femrave të respektojnë veten.
të mësojnë të komunikojnë, të themi mjaft deri këtu. Ndaj ju thërres që do ta bëni për veten tuaj, për pararësit dhe për fëmijët. Dhe t'i lejojmë dhe ata, sepse sa herë ne femrat duke qenë të lodhura, të raskapitura, ku e kemi nxjerrë atë mërzitjen tonë, se me burrin nuk e nxjerr dot të dashë do i ndru, ta fut do i shuplak, të thotë ta kërcas një kështu, do i dackë, pa do të zërë do një flok për floku, pa do të pështyje, sa gjëra kam parë, dru, tamam, të mos i interesoj se do të tregoj burrërinë. A i thatë do njerë burave juve, partnerve deri tani, dhe juve çunat, si ndjeni brënda jush, çfarë kërkoni. Dhe këtu prap dua t'ju them, ato që kërkojmë në partnerët, janë ato që ne nuk morëm nga nenat tona. Nena me sisteme përfaqësik në për grupe e kam vënë, nuk e di nga njerë e ndjej si kur ju lodhe dhe shumë bilemi, se ju jap kaq shumë informacione, sa nuk e di, më shkruani nëse jemi të lodhur, mos ju dërgoj shumë. Faleminderit. Nena ka të bëjë me partnerin, me paratë edhe me jetën, me paratë me punën, tre gjëra. Në qoftë se unë nuk mora të përkëdhelura, nda jam një tip them, përkëdhelim një çik. Përqafojmë një çik. Do bëjmë çik, do përqafojmë një çik. Sepse nuk e mora. Por e vërteta është që o do jetë dhe i mashkulli me ndjenja dhe do t'ja shprejmë dhe avash do zbutet, puna është sa durim do kemi, se mos na iki dhe vitet, e pasaj kujtojemi në 40, 50, 60, e themi kush jeta, e kërkojmë pasaj resta nga të tjerët, ose do t'ja japësh vetes. E para është t'ja japim vetes. Të bëhemi ne prindër të vetes tonë. Ato meditimin e sotëm e kam krijuar me shumë dashuri, për shumë gjëra do ta regjistroj që ta bëni gjende, mund ta bëj dhe në YouTube vetëm me muzikë dhe me atë që ta kemi dhe për këto ditë. Këto pak a shumë, se unë nuk pushoj tër ditën, e dini juve. S'ku e gjej këtë energji me pak gjumë që vej, nuk e di. Me thatë, falenderoj Zotin. Kush do të flasi, do një gjë të ndaj, ose çfarë emocione dhe ndjenja ndjeni kur ju kritikojnë, kur ju gjykojnë, nëse keni dhe do një keq trajtim, sepse dhe keq trajtimi nuk është vetëm me dru, keq trajtimi më i madh për mua është ai psikologjik, që njëri të bëj si leckë, të kesh gatuar të mos të shikojë, të vi në shtëpi dhe të shikoj Terezin e ti, të lahet shplat sot, më grua si a kalove, a u lodhe, se mos burat e Shqipërisë thoshin grave. E më qarë thua tinë, tër ditë në shtëpi, akoma që edhe mama e ime ishte dhe rëbaqepse. Bente dhe punë të shtëpisë, edhe arat se qaesh. Do thënë, leje lodhje, si mund të ngrishin kratë asaj femre, si mund të kishte kohë, si mund të kishte gëzim që të më përkëdhelte mua, po unë isha fëmijë dhe kërkonja të më përkëdhelte, e shikonja gjithmonë të ashpër, të mërzitur, dhe çfarë bëra unë si fëmijë, edhe këtu do të vi prapë të travma, se që thash, të ndjek një trajnim tjetër tani nga një doktor që e tregon që një traumë, si që kam thënë dhe herë të tjera, trashëgohet brez pas brezi, në të njëjtën kohë traumat më të mëdha, prandaj thash prap gra dhe fëmijë këtu, sepse pa dashje ju kemi përcjell fëmijëve ta ndërmjet mitrës të gjitha programet tona, dhe të pararsve dhe tonat, dhe ato që ndiheshim, dhe këtu vireni mendje pak të punoj
në çdo barë që keni qenë si jeni ndjerë ju, të gjitha janë ka kaluar tek fëmijët. E mos pyesni për fëmijët pse janë kështu, pse sillen kështu. Sillen me atë mënyrë, me atë gjë që i ke dhënë ti. Dhe mori dhe nga shoqëria, dhe në ato që u rrit. Dhe ka shumë njerëz që edhe këtu, së mos dhe në Shqipëri dhe fëmijët që marrin drogë, ose që pinë cigare që në ashtu se është dhe ajo një varësi, ose që pinë raki. Pse e pinë? Ta harrojnë ato që kanë brenda, i mbulojnë. Ose ka shumë njerëz që vijnë për psikiatrët dhe ju japin ilaçe. Çfarë ju bëjnë ilaçet? Ilaçet e turbullojnë mendjen, shkatrojnë trupin. Nuk mundet asnjë ilaç të ndihmojë, por e shkule nga rrenja trauma. Trauma trashëgohen. Dhe kur arrin që është një traumë, është si një re që kemi mbi kokën tonë, në shpinë tonë, prandaj të gjithë ju që keni fëmijë, që ka probleme burri ose gruaja, agresiviteti njërën tjetrën, mos thoni pse e mori ky fëmija, mos thoni pse ka këtë problem ky fëmija. Fëmija e di ka problem, ai fëmija është më i ndjeshëm nga të gjithë dhe merr atë traumën që e ke ti ose babai i ti, por më tepër merre nga nena. Sepse nena me fëmijën kur janë në barkut 9 muaj, fëmija nuk di që është individet tjetër, një person tjetër, e di që janë të dy bashkë. Dhe kush ka qenë në pjesë të vogla që kemi bërë dhe në mitër, e keni parë. Çfarë ndjente mamaja jashtë, ndjente dhe fëmija brenda. Ose pllakunda kur të vinë njerëzit që kanë pasiguri në jetë, kanë panik, janë që në mitër. Panikun e mamas kanë marrë, ajo kur bllokohen ose kanë frikën e braktisjes, frikën e bllokimit, frikën e të ndenjur të vetë, frika. Puna është që të gjitha këto kanë një zgjidhje. Po zgjidhje nuk mund të vi zgjidhja, po s'ndenjte të ysh në brendësi. Ndaj them, e kam thënë dhe them gjithmonë, nuk mund të zgjidhen gjërat në sipërfaqe, me fjalë të bukura, edhe që të zhbllokohen. Dhe juve jeni persona që merrni pjesë dhe bravo, mbylleni atë zërin kush e ka, të mos shqetësojmë dhe të tjerët. Ju jeni ata personat që vërtet jeni guximtarë, që merrni pjesë këtu. Vërtet keni bërë një punë të madhe dhe është e sigurt që ju po ndikoni dhe në tërë tokën shqiptare dhe kosovarë që janë këtu. Dhe kudo që jeni. Dhe jeni drita. Nuk jeni thjesht ta njerëz, prandaj të keni më tepër besim tek vetja juaj. Dhe gratë, kam thënë, jemi shumë të guximshme. Nuk është kollaj të bësh gjitha ato gjëra dhe në shtëpi dhe në familje dhe në shumë. Le të provojmë burrat një herë. Të vejnë një muaj, gratë të vejnë vetëm në punë, ata të bëjnë të gjitha këto. Nuk kam për të ka përzyer, s'kan atë durim. Zoti na krijovi ne për këtë punë. Puna është tani, ne të bëjmë diçka ndryshe dhe për fëmijët. Atëherë, do flasi do një apo kemi turp? Unë e shikoni sa mirë ja u them të gjitha, e s'kam fare turp të them gjërat që kam kaluar, sepse kjo jeta është një lojë. Është një lojë. Mos u fshini mbrapa gishtit, mos kini frikë. Me mbrëma, Amerika. Me mbrëma, kush je? Miranda jam. Miranda, si je? Faleminderit juve. Mirë. Një mirëmbrëma për gjithë të pranishmit. Edhe shumë mirëmbrëma. Edhe është shumë bukur që secili prej tyre punon për zhvillimin personal të vetes. Sepse ne njerëzve na janë depozituar besime dhe i kemi të instaluara në qelizat tona. Janë pikërisht ato që ke thënë ti, në lidhje me prindrit ton, me atë që ne kemi parë, dhe ato janë në qelizat e tona, janë besime të kufizuara, të cilat ka ardhur momenti që ne ti instalojmë, ti heqim nga trupi jon.
sepse çdo njeri besim apo çdo njeri mendim ka krijuar në trupin ton sëmundje, ka krijuar bllokime, ka krijuar varfëri. Do me thënë janë vetë mendimet tona që kanë krijuar gjithë realitetin në të cilin ndodhemi ne. Do ta shikosh një njeri, e kemi thënë dhe e kemi stërthënë, mendimet e një njeriu bëhen pamje e tij. Shiko një njeri të zymt dhe do kuptosh shumë për atë. Shiko një njeri të sheshur dhe të lumtur dhe do kuptosh shumë për atë. Kështu që merita unë t'jam mirënjohëse, t'jam falenderuese, çdo njeri takon energjinë e tij në këtë tokë dhe sa i përket martesës është gjëja më e rëndësishme. Njerëzit kanë turp të flasin dhe ndoshta edhe midis personave që janë pranishëm aty ka njerëz që kanë situata, por nuk marrin guximin për t'i folur. Dhe në momenti i parë që merr guximin për t'i folur, kjo është gjysma e terapisë. Dhe pastaj fillon shërimi plot. Po jo, unë po ju them dhe unë, akoma dhe unë që punoj kaq shumë, ditë për ditë krijoj gjëra, sepse nuk janë timet. Dhe unë sot e ndjeva në një moment veten të padukshme dhe për njerëz që do të thonë yra dhe bëra të ushtrimin, e kujt është kjo? E mamas time, maman time nuk e shkon të papaj tim, po e çova më mbrapa që i di, i ka përjetuar gjyshja ime. Nuk e shikon të babaj, nuk e shikon të që ishte një femër e zgjuar, e shkathët, e një koqire për të tjerët, krenoheshe, po gruas të ti nuk i tha asnjëherë që sa e mirë je ose bravo ose ta përqafonte. Ne kemi dhe të turpin akoma, mos e përqafon, kush më tha që bëj një terapi private, mos s'më përqafonte në sy të vjerës. Më Çdo tani të se thotë se kjo. po gatuaj se nesër e kemi një majë dhe duhet gatuaj shumë gjëra. E po ku je ti të vim ante nga gatuan, se neve këte nuk po gatuajmë. Fitur. Me i thëtë e faleminderit dhe ti Miranda. Dhe ajo që isha duke thënë në lidhje me martesën është që shiko Merita, çdo gjë është energji. Ne në fillim kemi krijuar një martesë, hajde për faktin që duhet martohesh dhe duhet kesh një njeri në krah. Por kur ti nuk e gjen energjinë e duhur, sa do përpjeket bësh ti, sa do femër punëtore t'jesh ti, sa do e pastër t'jesh ti, e bukur, sa do e mençur t'jesh ti, njeriu që nuk është në nivelin tënd energjetik nuk do të vëj re kurrë ty. Po, Sepse ai është pse e mësuar me mora, një energjinë e minutë. tij. Puna është pse unë e solla këtë, sepse me personin që martohem kam kontratë. Kam kontratë si shpirt, sepse çfarë po them, jam pasqyrat tona. Atë që unë nuk kam respektuar dhe nuk respektoj për veten, sepse më falni, jemi mësuar që ne femrat kemi vlerë vetëm kur japim. Dhe një nga ato e kam akoma unë, për shumë gjëra harroj, që vetëm jap, pa atëre ne i zvogëllojmë burat, nuk i zmadhojmë. I zvogëllojmë se i bëjmë të paftë, sepse ai ka ardhur me një detyrë tjetër. Pse Po edhe nuk ka marrim balancë. këta burat? Pse i Edhe marrim nuk ka këta burat? balancë. O do Nuk ka i balancë. unë për shembull fejohemi ose martohemi shumë herë që të ikim dhe nga shtëpia, ikim nga një keq trajtues, prind, baba, që na vej kufin dhe nuk na le të lirën e femra, dhe shkojmë pasaj në një keq trajtues tjetër. Në fillim edhe thashë, në qoftë se do doni që t'jetoni mirë, provoni çdo 6 muaj një partner tjetër. Vetëm këtu do arrini, po, nuk do arrini të mërziteni, se është ajo të dy zenja gjërnjeni mirë, nuk ka të programet, je mirë, por gjithmonë atë që dashuroj, akoma dhe kur jam e dashuruar full në të gjitha anët, unë jam dashuruar me një pjesë të vetës time. Edhe kur e kam dëgjuar për të parë, thoshëm si, nuk është e vërtet kjo. Një pjesë të vetës time, atë prap. Atë që unë e kam këtu brenda dhe që do të dëshironja të ta kisha, unë e kam gjetur ta i tjetri. Ai të ka marrë për ato të tyre, prandaj e zgjidhja është vetëm kjo. Pranimi, fjalët të punoj si kush me veten e tij, po si kush ne femrat duhet punojmë me ato tona të lirojmë traumat tona dhe për fëmijët të punojmë pak më tepër dhe pranimi dhe folja me qetësi të nevojave tona dhe nevojat mos presim të na i plotsojnë të tjerët,
por do fillojmë t'ja plotësojmë vetes tonë. Kur unë më parë nuk kisha nerva të arrinja të thosha të vërtetën time, dhe më beni dhe të çmendur, shiko si thot, kurse tani që kam punuar me veten time, po quhem intrigante, do të thënë sepse tani po rri në qetësi dhe i them atë që nuk më pëlqejnë. Nuk do prish më Terezin dhe jap deri në një kufi, në qoftë se ai kufiri do kalohet, atëre s'kam pse të harxoj kohën me një person kushdo që tjetë dhe fëmijë të kem, çfarë do të kem, sepse e para në të gjitha jam unë. Jam unë. Atë llafin që mamaja nuk më bën me, edhe kjo fjalë. Do thënë jam unë e para. Merita, unë kam pasur një baba shumë fisnik i cili më thoshte gjithmonë një fjalë. Keshën babi, mos u nxito kur nga mendimi se po të ikin vitet, sepse atëherë do ta bësh zgjedhjen e gabuar. Unë e kam pasur jashtëzakonisht të mençur babain tim, sepse babai im ka qenë i shoqëruar, nuk dua të dal nga biseda sepse njerëzit mbase edhe nuk duan ta dëgjojnë të gjë, por babai im ka qenë gjithë kohën i shoqëruar me të internuarit politik, me ata personat që vinin nga bloku edhe që ishin të internuar në vendin ku banoja unë. Dhe në një kohë që në Shqipëri nuk njiheshin konkurset e bukurisë, babai im fliste. Dhe në moshën 5 vjeçare, baba im ka bler librin e parë mua. Kam pasur një fisnik, jo një baba. Dhe kam qenë shumë lirë. Ke qenë me fat. Shumë. Ndërsa mamaja ishte ndikuar nga opinioni të tjerëve, më ngeli çupa në shtëpi, s'do ma marri njeri. E po mirë, po njeri do ishte tjetër soj, se ndryshe se do t'i bëjnë ti programet. Kjo është loja, çfarë po them, ne lozim një teatr, një lojë. Puna është lojë, ta kuptojmë. Tani që neve po zgjohemi, të zgjojmë dhe ca të tjerë, se i safi të na vinë, se po zgjemi në një pelk me ujë ati kotë së koti. Po mirë, më fal pak të ndryshoj dhe unë tani. Kishim po flisnim për kontratën e martesës, kontratën shpirtërore. Po kur bashkëshortet të hapin me detyrim, edhe kjo është pjesë e kontratës? E ti nuk e do fare që ditën e parë? Po. Dhe çfarë do të thonë kjo rast? Sepse një minutë, shikoje, varet kur kjo gjë bëhet me detyrim. Çfarë mësoj unë nga kjo? Çfarë mësoj? Do të thënë me detyrim mund të bëj çdo gjë. Do të thënë ku është ajo liria jote si shpirt? Do të thënë çfarë mëson ti? Në qoftë se e ke bërë artën, duhet ta shikosh. Nëse se ke bërë, duhet ta bësh. Do të thënë në qoftë se ti mëson lirinë, po e ke në artë që duhet mësosh lirinë, duhet të burgosesh në një farë mënyre, të burgosesh veten që të mësosh lirinë. Gjithmonë, mbas një gjëje të vështirë, del ajo e mira. Kështu është roli që luajmë. Po, në qoftë se ne e njohim pak më herët, njihemi me energjinë, sepse po flasim për një martesë para 25 vitesh. Po. Dhe unë kam 12 vjetë divorcuar dhe më desh unë të merja vendimet. Pasi kisha marrë shumë herë vendime dhe nuk më pranoi kjo nga fisi, se mblidheshin, ishte, si thosh, rrjeti patriarkal. Po, dieta jo. Kush e ti që flet apo nuk do ta thosh? Unë dua të them që nuk është aq e thjeshtë, edhe pse ne i ndërmarrim. Pastaj martesa nuk është, edhe pse themi kontratë shpirtërore, do thotë që do rrim gjithë jetën me një partner. Sa më shpejt ta marrësh vendimin kur e di që asgjë nuk bën bashkë. Po. Sepse, siç kam thënë dhe një gjë tjetër, dhe zhvillim personal dhe të gjithë personat nuk janë siç thoshim më parë, këtë u martova me këtë në 10. Nuk është ashtu. Se mos duhet klikin është disa njerëz hypin në tren, hypin të gjithë bashkë, disa zbresin në një stacion tjetër, zbresin ata hypin të tjerët, disa persona akoma dhe tani. Unë po më njihni tani në këtë kohë, në një kohë tjetër mund të njihni një person tjetër, pastaj një person tjetër. Nuk disa mund të vinë që në fillim të zhvillimit tuaj personal deri në fund, disa rrinë dhe disa ikin. Dhe unë kam gjithë këto vite që kam dhënë mësime, kam dhënë trajnime, kam bërë terapi private në shumë njerëz. Nuk janë të gjithë. Vinë ca, ikin, marrin ato që kanë për të marrë, ikin. Ashtu janë dhe partnerët. Sepse dhe partneri dhe ne nuk është turp, atë turpin dhe këtë turpin duhet ta shkojmë me këto emocionet, që të largojmë nga Shqipëria, edhe nga shqiptarët.
turp një, po turpi si ta të turpron. Pse, turp, edhe unë u martova që e vogël, sepse po të kalon të mosha 20, mbet se në rafti pastaj, nuk të merë të njëri, ose është të qanë këto. Me i thate, ato janë ato që kanë qenë, na solën deri këtu, ne mund të bëjmë diçka ndryshe dhe mund të largojmë të gjitha ato. Dhe jemi me fat që mund të largojmë, urdhëro. Atëherë për lehtësi komunikimi unë jam Miranda, për gocën që foli pak më përpara, dhe ajo tha një gjë të mirë, domethënë sepse ne nuk jemi të detyruar, por ne duhet të ikim nga çdo lloj energjie që nuk na rrit. Bravo. Jo të ikim, po t'ja mbasim me të katërta, qoftë ky dhe bashkëshorti jon. Në qoftë se nuk është një njeri që na rrit në energji, një njeri që na inkurajon që ne të jemi produktiv, atëherë ne nuk kemi pse të rrim në një lidhje të tillë. Dhe ne në të njëjtën kohë, si femra tek meshkuj. Sepse ka dhe shumë femra që përdorin meshkujt vetëm për lekë dhe për ato dhe shikojnë Terezin e tyre ose bëjnë gjëra të tjera nga mbrapa. Ka dhe të tilla, ka plot. Që të kemë një burrë të bajë një dashnor nga mbrapa dhe aty t'ja marr dhe aty t'ja marr. Ajo nuk na nderon. Ajo është ulje. Kush e bën këtë? Një njeri që është i pandërgjegjshëm. Për mua njerëzit që trajtojnë, që fshehin gjërat janë njerëz të pandërgjegjshëm. Janë njerëz më falni me fjalën ignorant. Një njeri pa vlerë të brendshme, që nuk e di vlerën e tij, sepse tradhëtari nuk bën gjë tjetër veç se e trajton veten si një objekt që mund të merret lehtësisht nga të tjerët. E trajton veten e tij. Qoftë burri, qoftë gruaja, nuk janë objekte që mund të vinë një femër tjetër dhe të përdori ty, dhe të përdori forcën fizike, forcën monetare dhe gjithë vlerat e tjera që ti zotron, të ti marri dhe ti iki të zhduket. Dhe pastaj ti të kthehesh sërish te gruaja jote. Atëherë ku qëndroi vlera jote e brendshme? Kur ti përdore si një objekt nga të tjerët, ushtrove ti mençurinë edhe kuptoje pse njeriu tjetër, ajo femra tjetër tu afrua ty, ndërkohë që ti ke grua në shtëpi. Bravo. Sepse edhe këtu nuk na nderojnë ne femrat, se duhet ta themi edhe këtë, sepse femra jemi të gjitha, nuk është për kritik, por dhe femrat kanë kaluar shumë kufij të me tani që nuk po din ku po shkojnë, sepse ata meshkuj që trajtojnë disa femra gjejnë, mos i them, puna është që nuk është zgjidhja të kem një burrë, nuk shkoj mirë sepse nga një shkak e ka që trajton dhe vetë gjej një tjetër. Sepse edhe ma të tjetrin edhe akoma të ndahesh të ashtu, kur s'kan punuar me veten, ato programe do të vinë. Zgjidhja është thjesht, ulem, bëjmë durim deri në farvendje, jo të humbasim jetën, shprehem, e shikon që ai njeri nuk bën ndryshim, atëre duhet të ndalojmë atë person dhe të shikojmë Terezin tonë. Por prap, thash, jo me herë të parë, japim atë gjeshmërinë, atë gjë, do të thënë, ato që ndihem, që bëjnë në të njëjtën kohë, kërkoj dhe nga mashkulli, që dhe ai të shprehë atë ndjenjat e tija, të mos ketë turp, që ka dhe emocione, të ndihet mirë. Por e vërtet është që nuk do rrim në varfëri dhe në bllokime dhe për turpe për të tjerët. S'ka, se nuk rrojmë me për të tjerët. Atëherë, nëse s'keni gjë për të thënë, mund të fillojmë me meditimin, të gjithë, e pini ujë, shikoni nëse do t'ju vinë ndjenja, emocione, disa gjëra, po kjo është më tepër për terapi, se sa për ato, dhe në fund kush të dëshirojë, thash sepse s'kemi shumë kohë për datën 5 dhe 6, se atje do punojmë dhe gjëra të tjera, dhe do punojmë travma në mitër, dhe do punojmë ato me nenat, me fëmijët, mund të sillni dhe fëmijët tuaj, mund të sillni nenat tuaja juve, kush i ka të gjalla që të shikojmë ato travmat e tyre me tuajën, të pyesim si ndjen ato, çfarë përkushtimi do bëjmë shkëputjen nga përkushtimi dhe nga ato të travmat e të kaluarës, kemi program më vete. Për të gjithë ata që do jenë në
datën 5 dhe 6 për të dyja dytët është me pagesë 99 euro, kurse në Shqipëri, sepse do jetë dhe nga afër dhe do jetë dhe traditore, se një ditë do jetë ajo me Access Bar që thamë, ju kam vënë dhe në për grupe çfarë është Access Bar, kush të dojë dhe di dhe anglisht mund të shkruajnë në YouTube terapi teknik Access Bar dhe mund t'ju dalin çfarë tjetër ndihmon, është një teknik shumë e mirë dhe për thash akoma dhe ne tek fëmijët edhe mund të flasësh, mund të qeshësh, atje s'ka dhimbje të qash, të bësh të vesh të kërkosh në brëndësi. Ati me atë teknikë lirohen gjërat që janë gati për të liruar dhe ai që ka Douglas që ka krijuar Amerikan ka thënë dhe një person që mund të bëjë 20 seanca të Access Bar mund të bëjë ndryshimin e jetës së tij, vetëm atë terapi. Prandaj ja u shpreh dhe të gjitha këto kush të dëshirojë, ju kam vënë shpeshherë dhe faqen e internetit tim, kam shkruar pak fjalë për çdo teknikë që kanë në greqisht dhe në shqip, mund të shikoni, mund të kontrolloni, ka persona më shumë kemi në greqisht s'kam vënë. Për ju shqiptarët që keni bërë gjëra bashkë dhe keni parë ndryshime, mund të përgatitni ndonjë video, ta vëmë dhe në faqe, të thoni të vërtetat tuaja, çfarë keni ndryshuar me mënyrën që keni bërë deri tani, sepse dhe ju jeni ata që do shpërndani dritën, nuk jeni thjesht këtu, të shikojnë dhe njerëz të tjerë, të marrin shembull, që avash si thënë, të vinë dhe ata njerëz të tjerë të piqen, se na intereson të ndihmojmë njerëzimin, na intereson të gjithëve. Kjo është, sepse kur jap ndihmë, kthehet ndihmë. Prandaj asnjëherë mos u dekurajoni, mos u shqetësoni, se çdo gjë bëhet për një gjë. Për personat që duan dhe nga vende të tjera që mund të vinë në Tiranë, pagesa do jetë 200 për të mëdhenj, 100 për fëmijë, domethënë. Këto që t'ja u them që t'jemi të qartë dhe do jetë data 23, 24, 25. Por ju lutem që në të dyja mund të rezervoni vendit që të ti mirë në Zoom, është okay, por më tepër për në Tiranë që të shikojmë, sepse në qoftë se nuk do bëhemi më tepër njerëz sa atje që ka marrë atë shtëpinë që e ka mbyllur, duhet të shikojmë një vend, një palestër, një gjë më të madhe që t'i bëjmë ato, ose mund të dalim dhe një ditë nga liçeni, më pëlqen shumë tani koha dhe gjëja më e mirë është ta bëjmë atje, do bëjmë dhe sistemin përfaqësi prapë në grupe. Çfarë do problemi të vogël apo të madh që ta keni, edhe temës sëmundje, tema me prindër, tema me fëmijë, çfarë do që të keni, pse na bllokohet kjo ajo, mund të gjejmë zgjidhje, sepse çdo gjë që del në dritë mund të bëhet dritë. Është thjesht dhe me sistem përfaqësik kush do jetë prapë në Tiranë do t'ju jap dhe hierarkinë që vetëm hierarkia dhe përkushtimi kushton 240 euro, do ta jap ato ditë nga afër, do të thënë unë bëj kaq shumë gjëra dhe unë do lej gjithë ato ditë shtëpinë që të vi atje. Vendimi është tuaj, pas e mos u qani, mos kërkoni, jo, që s'bet kjo, që s'bet ajo, që s'bet guzimi. Kini llojet e mënyrave për të punuar. Dhe prap, në qoftë se prap s'doni të punoni, prap është okay në vitin tjetër, në 6 muajshin tjetër, do të thënë, kur të dëshironi ju. Por bllokimet që ju vinë nga këto, që tham, traumat ato, të gjitha këto që ju thashë, në ndërgjegja do t'i kuptoj, shikoni, mbani shënim, ju kam vënë dhe ju jap për ushtrime të ndryshme, të vogla të mëdha, mos më besoni mua, besoni veten tuaj, filloni vetëm provoni diçka për çep, e shikoni do bëhet një ndryshim. Asgjë më tepër. Dhe unë këtu jam dhe i pranoj të gjitha ato që do Merita, më lejo të them diçka. Miranda jam prapë. Po, Miranda. Sikur kam njohur, me të vërtet më ka ndryshuar jeta. Unë zhvillim personal kam bërë me shumë mentor, edhe shikoj dhe marr atë gjën që më rezonon mua nga gjithë, po
ato gjërat që kemi bërë bashkë me ty, do më thënë ato shërimet e traumave, nuk e di do me thënë, vërtet një terapist është shumë e mirë. Dhe më lejo të them që kur kam njohur, kam filluar të shkruaj librin dhe e përfundova në kohë rekord. Bravo. Edhe po ndodhin gjëra kaq të bukura sa po çuditem me veten dhe them, pse unë? Do me thënë, gjërat pas kanë qenë gjithmonë brenda nesh. Bravo. Por mjafton vetëm një njeri që të ti tregoj rrugën që të shkosh atje. Edhe unë atë bëj. Puna ime dhe misioni im është ky, që të shpërndaj dritën që e gjeta brenda me dhe e gjej për ditë me njerëzit. Dhe çmimi më i mirë, gjëja më e mirë, shpërblimi më i mirë për mua është këto fjalët që thua ti dhe e kam dëgjuar edhe për njerëzve të tjerë dhe që kam punuar me shumë mentor dhe kam paguar dhe shumë lek. Këto Miranda ne kemi bërë vetëm këtu çka ke bërë fala, sepse ne nuk kemi punuar në privat. Këtë desha të thosh. Ka shumë njerëz që më marrin që vetëm me videot e mia më thonë që kam bërë ndryshim, kam bërë, do të thonë nuk kam më mirë se të arrit të dëgjoj këto fjalë, sepse lekët janë energji, si ato mua mund të mos më japi Zoti lek, si lek po më jep shëndet të vetën në fëmijët, kam çdo gjë, do të thënë shuqur Zotit. Prandaj, kjo është shpërblimi më i madh. Nuk e di Miranda, nëse je edhe në Tiranë dhe juve që të sillni gra, njerëz dhe thash, e kam thënë edhe një herë tjetër, kudo që ti je shqiptar, në çdo vend të botës, nëse do mblidhen grupe, dhe atë unë jam e gatshme që të shkoj, po atje ku do më kërkojnë. Nuk mund të shkoj në një vend të ndjeku njerëzit, sepse njerëzit që ka nevojë, sepse do jem në kundërshtim me veten time, të ndihmoj njerëz pa më kërkuar ndihmë. Domethënë, prandaj është mirë që të bashkohemi të gjithë një nga një që të shpërndajmë atë dritë. Se të gjithë jemi dritë, mos harroni. Faleminderit Miranda. Faleminderit ty shumë, jam shumë injose. Ja të fillojmë dhe tani këtë. Të gjejmë një muzikë. Musikia po Lefterosi Travmaton. Kush ka turp të flasi, mund të shkruajë, mundet tash kush të dojë që çdo grup mund të bëjmë të njëjta terapi në privat, të marrë hierarkinë dhe përkushtimin që është diçka që do t'ju ndihmoj shumë. Me thëtë.